Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 16 të surës Qaf, Allahu i madhëruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ne jemi më afër tij se damari i qafës. Dhe në ajetin 4 të surës Hadid, Allahu i madhëruar i lartësuar thot: Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dhe ai, Allahu është me ju kudo që të ndodheni. Këto dy ajete fisnike na tregojnë se Allahu nuk është larg njeriut. Ai është i ditur për çdo mendim, çdo ndjenjë, çdo dhimbje dhe çdo të fshehtë të zemrës së njeriut. Afërsia e Allahut nuk është afërsi trupore, por afërsi me dijen, fuqinë, mëshirën dhe përkujdesin e tij ndaj njeriut. Prandaj besimtari nuk është kurrë i vetëm. Në gëzim ai duhet të jetë falënderues, në vështirësi i durueshëm, në mëkat i turpruar dhe në lutje të jetë plot shpresë, sepse lutja e tij do të gjejë përgjigje. Kudo që të jemi në ndijen, mbikëqyrjen dhe kujdesin e Allahut fuqiplot. Por është për të ardhur keq se shumica e njerëzve largohen nga krijuesi i tyre Allahu fuqiplot për shkaqe të ndryshme. Dhe një nga pyetjet më të rëndësishme që duhet t'ia bëjë njeriu vetes së tij është: çfarë ndodh kur largohem nga Allahu? Shumë njerëz mendojnë se largimi nga Allahu do të thotë vetëm mosfalja e namazit apo mos agjerimi, mos shkruajtja në haxh e të tjerë. Mirpo, Kurani na mëson se largimi nga Allahu është largim nga burimi i jetës, nga burimi i qetësisë, i dritës dhe i lumturisë. Sepse Allahu është e mira absolute. Allahu, krijuesi fuqiplot, i dëshiron vetëm se të mirën njeriu. Ashtu si peshku që nuk mund të jetojë jashtë ujit, edhe zemra e njeriut nuk mund të jetojë pa Allahun fuqiplot, krijuesin e saj. Në temën e sotme do të paraqesim 10 pasoja që vijnë kur njeriu largohet nga Allahu fuqiplot. Dhe ato janë: e para, kur njeriu largohet nga Allahu, ai do të ketë jetë të vështirë dhe do të ringjallet i verbër. Për këtë në ajetin 124 të surës Taha, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Kush largohet nga përkujtimi im, thot Allahu, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit, ditën e ringjalljes, ai do ta ringjallin pra të verbër. Ky ajet nuk flet vetëm për varfërinë materiale. Ka njerëz me pasuri të madhe, por që jetojnë në ankth, depresion, frikë dhe zbrasti shpirtërore. Kjo sepse zemra është krijuar për ta njohur Allahun dhe për të qenë e lidhur me të, dhe jo që të largohet nga Allahu, nga krijuesi i saj. Imam Aliu paqja qoftë mbi ta ka thënë: përkujtimi i Allahut është jeta e zemrave. Pra ku ne e kujtojmë Allahun,
zemrat tona gjallërohen më shumë, ndriçohen më shumë me dritën e krijuesit fuqiplot. Pasoja e dytë është kur njeriu largohet nga Allahu, atëherë shejtani bëhet shoku i tij. Në ajetin 36 të surës Zukhruf, Allahu i madhuar thot: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Kush largohet nga përkujtimi i gjithëmëshirshmit për Allahut, ne ja caktojmë një shejtan që ai bëhet shoku i tij. Në këtë jetë njeriu nuk mbetet kur pa udhëheqës dhe udhërofyes. Nëse ai pra nuk udhëhiqet nga këshillat porositë e Allahut, atë do ta udhëheqin epshet, shejtani, propaganda, moda dhe njerëzit. Prandaj shohim shumë njerëz që ndryshojnë bindjet sipas modës së kohës. Duhet pra që të jemi të lidhur me Allahun, me qëllim që mos të jetë shejtani shoqëruesi ynë, udhërofyesi ynë, sepse shejtani vetëm urdhëron për të këqija, për ndërtësira. Shejtani e hedh njeriu në pellgun e mëkatit dhe tërhiqet. Dhe thot, unë jam larg teje, unë i friksohem Allahu, thot shejtani. Prandaj pra, kur njeriu pra largohet nga Allahu, ai udhëhiqet nga shejtani i mallkuar. Pasoja e tretë, kur njeriu largohet nga Allahu, humbet dritën e udhëzimit. Në ajetin 122 të surës Al-An'am, Allahu i madhuar thot: A është ai që ishte i vdekur dhe ne e ngjallëm duke i dhënë dritë me të cilën ecën ndër njerëz, si ai që është në errësirë dhe nuk del dot prej saj? Pra, besimi është dritë. Kur largohemi nga Allahu, nuk humbet vetëm feja, por humbet aftësia për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta, halalin nga harami, mikun nga armiku. Dhe kjo e vërtet, fatkeqësisht, gjendet sot në jetën e njerëzve. Ku shumica e njerëzve nuk arrin bëjnë dallimin e të vërtetës nga e pavërteta, të halalit nga harami, të mikut nga armiku, për shkak të propagandave të ndryshme, për shkak se janë larguar nga Allahu, nga drita, nga udhëzimi. Pasoja e katërt, kur njeriu largohet nga Allahu, atij ngurësohet zemra. Në ajeti 74 të surës Al-Baqara, Allahu i madhuar thot: pastaj zemrat tuaja u bën të forta si guri, madje edhe më të forta. Njeriu mund të preket dhe qan kur shikon ndonjë film, por fatkeqësisht nuk preket kur dëgjon leximin e Kuranit, as nuk loton. Mund të preket nga muzika, por jo nga fjalët e Allahut fuqiplot. Kjo është shenjë e ngurësimit të zemrës. Dhe kjo pra fatkeqësisht pra është një fatkeqësi e madhe. Kur zemra ngurcohet, ajo nuk ndjen për asgjë. Imam Sadiku Paqja qoftë të ka thënë: nuk ka dënim më të madh se sa ngurësimi i zemrës. Njeriu zemërgurt është i pamëshirshëm. Ai pra mund bëj çdo lloj të keqe, çdo lloj mëkati.
sepse nuk e ndjen, nuk ka mëshirë, nuk ka dëmshuri, nuk ka dashuri në të. Sepse është larguar nga burimi i mëshirës, që është Allahu, nga burimi i dëmshurisë, që është Allahu, nga burimi i butësisë, që është Allahu fuqiplot. Pasoja e 5, kur njeriu largohet nga Allahu, mëkatet shtohen. Në ajetin 14 të surës Mutaffifin, Allahu i madhruar thot: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jo, por zemrat e tyre i mbulojnë ndryshku, pa pastërtia, për shkak të asaj që fitonin, që bënë, pra për të këqijave. Sepse njeriu kur largohet nga Allahu, ai bën mëkate, shtohen mëkatet. Dhe çdo mëkat lë një pikë të zezë në zemër. Nëse njeriu nuk pendohet, ajo pikë bëhet perde mes tij dhe mes Allahut fuqiplot. Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kur robi bën mëkat, në zemrën e tij shfaqet një pikë e zezë. Nëse pendohet, ajo fshihet. Nëse vazhdon e bën mëkat, ajo zmallohet derisa ta mbuloj zemrën. Pasoja e 6, kur njeriu largohet nga Allahu, ai harron vetveten. Në ajetin 19 të surës Al-Hashr, Allahu i madhruar thot: "Wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum." Mos u bëni si ata që e harruan Allahun dhe ai bëri të harrojnë vetveten. Imam Ali a.s. ka thënë: "Man arafa nafsa faqad arafa rabba." Ai që njeh veten e tij, ka njohur krijuesin e tij. Por kur njeriu pra largohet nga Allahu, ai harron edhe veten e tij. Nuk e njeh veten e tij. Sot shumë njerëz e njohin botën, por nuk njohin vetveten. Din çdo gjë për telefonin e tyre, por nuk dim se janë krijuar. Njeriu që harron Allahun, ai humbet identitetin. Pasoja e 7, kur njeriu largohet nga Allahu, humbet bereqeti. Në ajetin 96 të surës Araf, Allahu i madhruar thot: "Dhe sikur banorët e qyteteve të kishin besuar dhe të kishin devotshmëri, ne do t'u hapnim bereqetet e qiellit dhe të tokës." Bereqeti nuk është vetëm paraja. Bereqeti është shëndeti, është familja, është koha, janë fëmijët, është qetësia. Ka njerëz me pak pasuri dhe jetojnë të lumtur. Ka të tjerë që kanë me miliona, por nuk janë të qetë, sepse ata janë larguar nga Allahu, nga burimi i qetësisë. Pasoja e 8, kur njeriu largohet nga Allahu, lutjet nuk i pranohen. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Mos bindje ndaj Allahut pengon pranimin e lutjes." Pra, mos bindje është pra largimi i njeriut nga Allahu. Nga njëherë njeriu pyet: "Pse Allahu nuk ma pranon lutjen?" Mirë po, më parë, njeriu do të pyes: "A e kam hapur unë derën e mëkateve?" Nëse ja ke hapur derën mëkateve, nuk ka lutje të pranuar. Pasoja 9, kur njeriu largohet nga Allahu, humbet ëmbëlsinë e adhurimit. Imam Ali a.s. ka thënë: "Sa shumë njerëz privohen nga namazi i natës për shkak të mëkateve që bëjnë." Dhe bërja mëkateve është rezultati i largimit nga Allahu fuqiplot, i mos bindjes Allahut. Kur zemra errësohet, adhurimi bëhet barë. Kur zemra pastrohet, adhurimi bëhet kënaqësi dhe ëmbëlsi për njeriu. Pasoja e 10, kur njeriu largohet nga Allahu, fundi i tij mund të jetë
i rrezikshëm dhe i rëndë. Në ajetin 10 të surës Rum, Kurani na paralajmëron dhe na thot: pastaj fundi atyre që bën keq ishte më i keq, sepse i përgënjeshtruan argumentet e Allahut. Thumma kana aqibatu alladhina asa'u as-su'a an kadhabu bi ayati Allah. Pra fundi atyre që bëjnë keq është më i keq pra. Sepse ata u larguan nga Allahu, u larguan nga besimi, përgënjeshtruan argumentet, faktet e Allahut dhe morën rrugën e devijimit. Dhe fundi i tyre pra do të jetë më i keq se sa ato të këqija që ata bënin. Askush nuk është i garantuar deri në frymën e fundit. Prandaj, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe imamët e Ahlul Bejtit paqja qoftë mbi ta, gjithmonë i luteshin Allahut për përfundim të mirë. Edhe ne duhet të lutemi që të kemi një përfundim të mirë në këtë jetë dhe të ndahemi prej saj me besim, me devotshmëri dhe duke qenë sa më afër Allahut fuqiplot. Këto pra ishin 10 prej pasojave që sjell pa largimin nga Allahu fuqiplot. Dhe këtu shtrohet pyetja: si të kthehet njeriu tek Allahu? Lajmi më i bukur për këtë pyetje është se dera e Allahut kur nuk mbyllet. Ajo është gjithmonë e hapur për të gjithë ata që dëshirojnë të pendohen dhe të kthehen. Në ajetin 53 të surës Az-Zumar, Allahu fuqiplot u drejtohet robëve të tij me dashamirësi, me butësi, me mëshirë dhe u thot: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj, o robët e mi që e keni tepruar ndaj vetes, e bë padrejtësi vetes, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Vërtet, ai është falës dhe mëshirëplot. Rruga e kthimit tek Allahu është pendimi i sinqert, namazi me përqendrim, leximi i përditshëm i Kuranit, përmendja e Allahut, shoqëria me njerëzit e mirë, largimi nga mëkatet, qoftë edhe nga ato që duken të vogla, to mëkatet që duken të vogla apo shumë të vogla. Imam Aliu paqja qoftë mbi ta ka thënë: më i dashuri tek Allahu është ai që pendohet. Të dashur vëllezër dhe motra, problemi më i madh i njeriu nuk është varfëria, sëmundja apo sprovat. Problemi më i madh është largimi nga Allahu, nga krijuesi, nga burimi i mirësisë, i begatisë. Kur largohemi nga Allahu, zemra ngushtohet, shpirti errësohet, shejtani afrohet, bereqeti largohet, lutjet pengohen, jeta humbet kuptimin. Por kur kthehemi tek Allahu fuqiplot, gjithçka fillon të ndryshojë. Sa bukur na thot Allahu i madhruar në ajetin 28 të surës Ra'd: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet, me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Ky ajet na mëson që gjithmonë të jemi me Allahun, sepse ai është me ne kudo që të jemi. Kur jemi me Allahun, jemi të qetë shpirtërisht. Allahu na bëft për atyre pra që nuk largohen kur prej tij dhe nuk e harrojnë përkujtimin e tij. Allahu na dhuroj zemrat e gjalla e të ndritura me besim dhe na bëft prej pasuesve të sinqert të Kuranit, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të Ahlul Bejtit të tij të pastër, paqja qoftë mbi ta.
Allahu ju ruaj dhe ju bekof, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.